Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi ditën e sotme, sërish së bashku me mua Tirona Lilin, këtë herë për t'u pozicionuar tek një lajm që në fakt ditën e djeshme ka bërë bujen e madhe. Do të flasim për Klea Hutën dhe Elgit Dodën, dy artistë të nderuar, të cilët siç duket po japin fund të marrëdhënies së tyre, një dashuri që ishte shembull për t'u ndjekur, siç duket po përfundon. Showbizi shqiptar është tronditur sërish nga një lajm që ka marrë dhenë në rrjetet sociale dhe mediat online. Një nga çiftet më të dashura të viteve të fundit, Klea Huta dhe Elgit Doda, thuhet se i kanë dhënë fund marrëdhënies së tyre shumë vjeçare. Uroj dhe kjo mos të jetë një lajm i cili bëhet për klikime apo për të rikthyer në qendër të vëmendjes, sepse kohën e fundit fatkeqësisht të gjitha lajmet po na bëhen për qendrën e vëmendjes. Lajmi ka rënë si një bombë për publikun pasi Klea dhe Elgiti konsiderohen si një nga historitë më të bukura të dashurisë në botën e artit shqiptar. Dhe jo më kohë të thash që mos është në një lajm i rem që do të na bënte të gjithëve më në fund të qesheshim me lot. Dyshja që për vite të tëra ka ndarë dashurinë, ka ndarë muzikën, familjen edhe ëndrat, tani duket se ka ndarë edhe rrugët e jetës. Sipas burimeve të afërta me çiftin, problemet mes tyre kishin nisur prej muajsh. Por gjithçka ishte mbajtur larg syve të publikut. Ata ishin përpjekur të ruanin privatësinë, megjithatë detaje të vogla si mungesa e postimeve të përbashkëta dhe distanca nëpër evente kishin filluar të ngjallnin dyshime që tani po merrnin formën konkrete. Në emisionin MSN, gazetari i njohur Elton Tozaj, konkretisht televizionin MSN, ka bërë një deklaratë të fortë duke konfirmuar se çifti nuk është më bashkë, domethënë se çifti i ka dhënë fund marrëdhënies së tyre. Por ajo që e bëri edhe më të bujshme këtë deklaratë ishte pohimi se Elgit Doda është parë shpesh në shoqërinë e një vajze të re nga Lushnja, me të cilën sipas burimeve mund të ketë nisur një lidhje të re. Domethënë që Elgiti tashmë ka nisur një lidhje të re dashurie me një vajzë nga Lushnja, kështu thuhet. Kjo ka ndezur me njëherë reagime të shumta në rrjetet sociale, fansat janë ndarë në dy kampe, disa nuk e besojnë as pak të lajm dhe mendojnë se mund të jetë vetëm një pushim i përkohshëm në marrëdhënie, nuk e di si bëhen këto pushimet e përkohshme me të drejtën në këto martesat e viteve të sotme, po martesë me pushime unë vetëm këtu ndëgjoj. Dhe më pas mund të ndodhë që ky pushimi të kthehet në energji të bukur. Dhe nga pushimi shkojmë përsëri në romancë, pushojmë pak dhe pastaj kthehemi në romancë. Por thuhet që romanca ka marrë fund përfundimisht, domethënë s'ka pushime as asgjë. Romanca ka marrë fund përfundimisht, nuk jemi në një pushim, por jemi në një marrëdhënie që është krisur dhe Elgiti dhe Klea kanë preferuar të mos e flasin. Në Instagram vërehet se Klea dhe Elgiti kanë fshirë çdo foto të përbashkët. Tani që janë ndarë, i bie që janë ndarë, se po u fshive në Instagram sot, e ke fshi nga jeta, ka marrë fund muhabeti, duke lënë profilin e tyre të pastër nga kujtimet e dashurisë që dikur shfaqeshin me shumë krenari. Ky veprim në botën e rrjeteve sociale shihet shpeshherë si një shenjë e qartë për ndarje. Domethënë, është bërë sebepi kjo goca nga Lushnja që është ndarë Elgiti dhe Klea? Kjo mbetet një pikpyetje shumë e madhe. Për më tepër, prej disa javësh asnjëri prej tyre nuk është parë në evente publike apo mbrëmje muzikore, për shkak të ngarkesës profesionale dhe mungesës së kohës për njëri tjetrin. Elgiti, si producent dhe kantautor shumë i kërkuar, është përfshirë në projekte të shumta muzikore gjatë muajve të fundit, ndërsa Klea është përqendruar tek karriera televizive dhe tek kujdesi për djalin e tyre. Në këtë mes, duket se stresi, mungesa e komunikimit dhe presioni publik kanë luajtur një rol të madh në largimin e tyre emocional. Megjithatë, asnjëri prej tyre nuk ka bërë ende një deklaratë publike për të konfirmuar apo mohuar ndarjen, duke e lënë publikun në pasiguri. Në rrjet fansat po kërkojnë me ngulm një reagim, veçanërisht nga Klea,
e cila është njohur gjithmonë për transparencën dhe elegancën e saj në komunikim. Shumë djegës e kanë komentuar se ajo nuk e meriton këtë fund, ndërsa të tjerët shpresojnë që është vetëm një krizë kalimtare dhe jo fundi i një dashurie, të cilën edhe ne me zemër e shpresojmë të jetë e tillë. Klea dhe Elgiti janë një nga çiftet më ikonë të dekadës së fundit në estradën shqiptare. Ata janë njohur përmes bashkëpunimeve artistike, ku kimia e tyre përtej skenës u kthye në dashuri të vërtet. Të dy e ndanin pasionin për artin dhe muzikën dhe gjithmonë i shfaqnin emocionet e tyre me shumë finesë. Në vitin e fundit, çifti ka ndarë shumë momente të bukura me publikun, që nga lindja e djalit të tyre, pushimet në vendet egzotike, deri tek dedikimet plot dashuri në ditëlindje përvjetore. Ata ishin konsideruar shembulli perfekt i një lidhje moderne, të fortë edhe tepër të suksesshme. Por siç ndodh shpesh në botën e famës, jeta nën vëmendjen e publikut mund të bëhet një barë e rënd. Çdo detaj, çdo foto, çdo veprim analizohet dhe komentohet pafund, duke shtuar presionin në marrëdhënien mes dy njerëzve që në thelb janë thjesht njerëz si të gjithë të tjerët. Sot fansat e tyre janë të ndarë mes trishtimit dhe shpresës. Disa besojnë se dashuria e tyre ishte shumë e fortë për të marrë fund kaq lehtë, ndërsa të tjerët mendojnë se ndoshta ky ishte fundi i pashmangshëm i një historie që kishte dhënë gjithçka që mund të jepte. Dhe në fund bëhet pyetja: a do të rikthehet Elgiti së bashku me Klean? Kjo mbetet një pikë pyetje madhe. Një dashuri që u komentua shumë, një dashuri që u përfol shumë, sot siç duket i japin fund për gjithmonë marrëdhënies së tyre.